Mirëmëngjes miq dhe Joan Visa nga unë dhe Shef Titi. Sot ka bërë një recet, më saktë ka parapërgatitur produktet për një recet, e cila është mjaft e përdorshme në shtëpitë tona. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes Lori, mirë se erdhe. Desha të korrigjoj që është shumë e përdorshme, por mënyra se po sjellun sot është diçka krejt e veçantë. Do kemi një pulë, apo zot pulë, rreth 2 kg e gjysmë, që do bëhet në furrë. Do marinohet, do bëhet në furrë. Dhe në furrë, unë kam zgjedhur një lloj birre, nuk ka rëndësi se çfarë birre është, pra pula do qëndrojnë në birrë, në kanachën e birrës. Dhe kjo ishte arsye që unë kam vendosur kanachë, jo në një tjetër. Atëherë për të marinuar, unë do e marrë pulën me lëng limoni, pak turmerik, shumë pak veget pule dhe trumës. Trumës. Dhe pas marinimit do e lyej me një salcë teriyaki, që është një salcë japoneze. Përdoret shumë edhe në recetat kineze, me pak salcë soje. Pra, vetëm sa për të arësuar pak salcën e sojës dhe për të kripër që ka nevojë. Ajo do përdoret vetëm për të lyer nga jashtë. Okej? E kuptova. Do të bëhet në dy recetat do bëhet në 2 pjesë. Fillimisht do bëjmë marinimin dhe gati për ta futur në furrë. Dhe kur pasi të piqet, faktikisht do rreth 2 orë. Atëherë do ta shoqërojmë pulën në një bazë sallate jeshile, me shumë pak qep dhe lëng limoni. Gjithsesi, do t'i jap detajet mbasi të themi kur pula të jetë pjekur. Okej, atëherë fillimisht mund të filloj me limonin, me rreth 1/3 e limonit. Një lugë lura. Po. Pra, një lugë kafe me turmerik. Po. Edhe një maj lugë trumës. Trumës, po. Gjithashtu shumë pak krip, piper fillimisht. Po. Unë do përdor duart për të marinuar pulën. Në faktikisht kam përshtypjen se duart përdorur në këtë rast. E merr lëkura gjithë marinimin ashtu siç duhet marrë. Atëherë bashkuar shumë larg e limonin. E thushti pse preve ashtu? Ishte pyetja e parë që më erdhi në mendje. Pse deshe atë, si ja thonë, shkopin e... Një pulë, faktikisht. Ky është shkop për bërë shish kebab. Po. Si duket moj? Pulë za? Çuditshëm. Okej, atëherë sopën apo furrin do ta ndezim në 200 gradë Celsius, kështu që për rreth 2 orë unë do ta kontrolloj vazhdimisht dhe do ta lyej me lëngun që është salca teriyaki me salcë soje. Me salcë soje bashkë. Kështu që do marrë një ngjyrë pak në të errët, ashtu siç piqet lëkura e pulës, po ka një shije fantastike. E kuptova. Ti do më mbytësh diçka për salcën teriyaki? Salcën teriyaki? Ka në çdo supermarket e kam parë. Po të zhovësh në këndin ku janë ushqimet aziatike, ka një kënd që janë ushqime aziatike, ka lloj salcash. Okej? E kuptova. Atëherë më duhet
Qi duar pak dhe të sistemoj pulën. Zonja Dhelbër. Si duke përndaj me quna? Bingo! Atëre, Lori, do kthehemi këtu pasi unë do pastroj tavolinën, apo asistentja ime që më shikon në pishën e syrit. Do bëjmë sallatën, pra pula do shërbehet në një pjatë mbushur me sallatë. Pra, përveç mishit pulës, do të shërbehet sallatë dhe sallatë vetëm sallatë veçile me qep njoma. Me qep të njoma, okay. Okej? Atë, Lori, ja ku jemi, pula, unë kam fikur sopën dhe jam në pritje të 5 apo 10 minuta sa pula të relaksohet, ndërkohë po bëj sallatën siç premtova. Kjo pulë do shoqërohet me një sallatë shile me qep edhe me një lloj salce që unë kam bërë me pak salcë kosi edhe majonezë. Salcë kosi dhe majonezë? Kam edhe pak majdanos. Po, duke që është dhe pak majdanos. Hap rrugën të shi se erdi. Do të pasur shumë kujdes. Sepse është shumë nxehtë. Nga presioni, ti ka në limoni. Mos na gërmisesh moj. Na merë Ana. Kam krysh. E ke ullur dhe në mënyrën e dur? As që bëhet fjallë. Atëre, Lori, kjo ishte lloj tepër veçantë, si thash, që është nuk kemi histori, kemi kam krysh. Okej. Ja, kam krysh. Pozicion yoga. Yoga style. Je që me këtë? Nëse ti do më thuash më është pjekur apo jo, unë do heq vetëm krahun. Okej. Atëherë duket mjaftueshëm mirë që është e pjekur. Okej. Do të provosh? Më jep Patjetër? Më jep diçka, me një pjatë ose ta provosh krahun. S'ka nevojë me thikëra, rrugëra, pirunër. Ne kemi një pjatë këtu. Shikoj, s'ka nevojë se ajo u duk se si unda. Sigurisht. Vetëm kujdes mos na digjesh. Ama të buta.
moj, unë të përdoj të gishtet. Shumë e veçantë, një shije tepër e veçantë. Unë gjymoj mas këtyre foreve. Për mua, do kishte sens lëngu limon. Lëngu limon. Tash i provoj. Tani do ta provoj vërtet. Ha, Ma more nga fyr. po këtë se provoj më? Si më shpëtoi sallata. Me French dressing. Qana ngelis për sot? Unë them që tani të marrim dhe të ushqemi Të shesh ti përpara, me këtë mënyrë kaq interesante okay. të pulës dhe të përshëndetemi me ambisat sepse Koha, duhet të ham. time's up. Okej, ambisat dashura, kjo ishte edhe receta ndoshta pak e veçantë. Është thjesht kënaqësi të ndaj me ju ato njëri që unë kam. Dhe për më tepër sa interesante që është tamam pula, Si pun gjeli. Okej, miru pafshim nesër. Mirupafshim.